Blerina Kelmendi, motra e Gjesit, ka reaguar ashpër përmes një postimi në Instagram lidhur me lajmet që po qarkullojnë në rrjetet sociale, ku përmendet emri i saj dhe i ishte dashurës së Gjesit Djellxës. Në një story të ndarë, ajo konsideron situatën turpuruese dhe shpreh indinjatën për mënyrën se si emri i saj po përmendet në një histori me të cilën sipas saj nuk ka asnjë lidhje. Më vjen keq që përdoret vajza që s'ka të bëjë me këtë histori dhe i lidhin gjërat që s'kan të bëjnë me realitetin. Shkruan Blerina duke bërë të qartë se ajo dhe vajza në fjalë janë bërë viktima të thashëthemeve dhe spekulimeve të pabaza. Ajo gjithashtu shpreh shqetësimin për mënyrën se si në ditët e sotme cënohet privatësia duke përdorur imazhe i personave vetëm për vëmendje dhe klikime. Në përfundim të reagimit të saj, Blerina ngre një pyetje të drejtë për drejtë që tingëllon si një ironi e hidhur ndaj asaj që po ndodh, cila nga shoqet e mia do të përdoret tani. Ky veprim i saj vjen pas lajmeve që shoqëria e saj me Djellxën është arsyeja pse Blerina nuk tregoi interes për projektin dhe nuk e ndjek atë në rrjetet sociale. Është për të ardhur turp nga personat që shpikin informacione kur përfshihen shumë vajza me emrin Djellxa. Reagojnë ndër të tjera motra e Gjestit. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.